43 vjeçari Klodian Doka nga fshat i bashkisë Klos prej vitesh bën jetë të ndarë mes emigrimit dhe vendlindjes së tij. Për shumë vite ai ka punuar në shtetin fqinj të Greqisë e në vitet e fundit në Gjermani. Me të ardhurat e emigracionit, Klodiani ka ndërtuar një banesë të re dhe po mundohet të ngrejë një agroturizëm. Puna e tij është përqendruar në frutikulturë ku ka pemë të ndryshme frutore, të kultivuara si qershia, kajsia e tjerë. Por këtë vit prodhimi ka qenë shumë i pakë, ndonë se kërkesa për qershi është shumë e lartë. Fakti që banesa e tij ndodhet vetëm pak metra larg rrugës së Arbrit i ka shtuar akoma më shumë iniciativën për të shtuar produktet e prodhimeve vendase. Megjithatë, 43 vjeçari thotë se për këtë nuk ka asnjë ndihmë nga shteti. Si i pemtëri, ka 12 vjeçar, po avash janë ndërtuar kjo baqa këtu që shikon. Unë Greqi tashmë për momentin jetoj në Gjermani. Në vinë e shkoj për ndërtuar diçka këtu, po këtu është akoma s'ka si lloj shprese. Emigracionin drejt lërjes jam, po tu kam diçka të krijoj biznes tim familjar, një agroturizëm vogël, nga që vetë më jepen profesioni im është kuzhina, po merrem me ndërtimin këto dekorative, murguri, këto i bëj vetë gjitha. Deri tani çka kam ndërtuar kam gjithë me forcat e mia, asnjë lloj përkrahje. Thjesht një mbështetje e vogël nga shteti, një hapje i grandi tepër të vogël dhe asgjë më tepër, për tjerat i përballoj vetë. Për këtë vit prodhimi i qershisë është thuajse zero, ndërsa fermeri Doka thotë se askush nuk u interesuar për dëmin që u shkaktua nga ngricat në frutikulturë në fillim të prillit. Këtë vit u bë 2 vjet, po as 10% nuk kanë. S'ka morë ndonjëherë subvenciona gjë, po to punë çfarë punë. Si që shikon me vetë, blet, pemtarin, ulat e fshatit janë autoktone, ma aty jam përqendruar unë. Gjithçka autoktone. Për prodhim me venca ka shumë kërkesa, po do të kesh mbështetje nga shteti. Ajo është e gjitha. Se nuk arrin të bëjnë gjitha vetë. Megjithatë, 43 vjeçari Klodian Doka thotë se nuk do të dorëzohet pasi do të ngrejë agroturizëm me forcat e tij, edhe sikur të mos të ketë mbështetje nga shteti.